Specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar kapën dhe vunë pranga shtetasin me inicialet RS, 22 vjeç banues në Krujë, i cili i shpallur në kërkim pasi gjykata e Durrësit në vijim të hetimeve të kryera në kuadër të operacionit të koduar skema, i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar. Hetimet e kryera në kuadër të këtij operacioni identifikuan 7 shtetas, të cilët deklaronin të dhëna financiare fiktive të subjekteve që administronin apo u ishin punësuar për të shmangur detyrimet tatimore. Shtetasi me inicialet RS dhe 3 shtetas të tjerë, administrator të disa subjekteve, në bashkëpunim me 3 shtetas të tjerë të punësuar në këto subjekte, kanë mashtruar për të ardhurat shpenzimet e deklaruara me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore. Kjo veprimtari kriminale dyshohet i ketë sjellë shtetit mbi 3 milion euro dëm ekonomik. Materialet i kaluan prokurorisë së Durrësit.